Përshëndetje, do të tregoj se si ndodh trashëgimia e grupit të gjakut nga prindrit te fëmijët. Atëherë, nëse nëna ose femra është një heterozigot me grupin e gjakut A, çfarë kuptojmë heterozigot? Kur ajo nuk e ka të dyja A tek gjenotipet, por është vetëm një A dhe është mbajtëse grup gjakut 0. E njëjta gjë ndodh me babain ose mashkullin që është heterozigot e grupit gjakut B. Ajo nuk është një homozigot pra të jetë komplet e gjakut B, por është një heterozigot, është mbajtës i gjakut 0. Bëjmë gjenotipin që është I-a me A të madhe dhe I-a vogël 0 dhe shpërndarja e gametave gjithashtu. Më pas, pjesa më e rëndësishme është se si ndodh ky plotësim për sa I përket tabelës. Atëherë, me plusin kemi femrën, pra nënën. Është I-a e madhe dhe I-a vogël me 0. Dhe në krahun tjetër kemi babain që është I-a e madhe me B dhe I-a vogël me 0. Atëherë bëjmë kryqëzimin. I-a e madhe I-B, I-B me I-0, I-A me I-0 dhe I-0, I-0. Atëherë çfarë kemi këtu? Kemi 25% pra 1/4 me gjak AB. Kemi 25% 1/4 me gjak A, që është kjo këtu. Është heterozigot, pra është mbajtës i gjakut 0. Kemi 25% pra 1/4 me gjak B, që është përsëri heterozigot sepse është mbajtës i gjakut 0, dhe 25% 1/4 me gjak 0. Pra, nëse fëmijët pasardhës do të kenë kombinimin e gjakut AB, A, B ose 0. Gjithashtu këtu kemi treguar se si një person ka grupin e gjakut A mund të jetë homozigot ose heterozigot. Përsëri për grupin e gjakut B, homozigot, heterozigot, grupi gjakut AB dhe grupi gjakut 0.